Zoti Islami, nisur nga këto që kanë ndodhur deri më tani, por referuar edhe përgjimeve që kanë dalë në media, por edhe deklaratave të Berishës ditën e sotme, Balluku i është drejtuar Ramës në një takim që kanë pasur në salinë e Partisë Socialiste se ajo mund ta marrë atë me vete. A mendoni se mund të arrijë në një moment që ajo të rrëfehet në SPAK dhe të tregojë gjithë aferat korruptive të kryeministrit Edi Rama, ashtu siç bëri Arben Ahmetaj, por ndryshe nga Ahmetaj ajo mund t'i tregojë në SPAK dhe jo në Arrati, si ç'bëri vet Ahmetaj? Kjo varet nga puna i do bëj SPAK, varet nga serioziteti i punës së SPAK-ut, varet nga vendosmëria e prokurorëve të SPAK-ut, varet nga këllqet që do ketë prokurori që do merret me këtë çështje, dhe varet nga garancia që do ketë prokurori i SPAK-ut që nuk do pësoj gjë. Sepse deri tani SPAK-un e kanë komanduar dhe e kanë dirigjuar, e kanë drejtuar amerikanët. Dhe përpasoj prokurorët janë trimëruar, u ka ikur frika nga Edi Rama këtë e di, pra ta Edi Rama është një kali ngordhur tani, pra është tamam pallosh, si që tha ajo, dhe SPAK-u do ta detyroj Belinda Ballukun dhe po e detyron, me sa shohim, e detyron që ajo të tregoj gjithçka. Ashtu si që tregoj Arben Ahmetaj, ashtu do t'i tregoj dhe kjo. Shiko, nuk kanë nga vend, se janë dokumentat, vetë mos doja ajo t'i tregoj, dhe sikur t'i hiç si mos plasë ajo. Mjafton të marrësh dokumentat dhe palloshin e fut direkt i vëhekura. Se kanë vjedhur, janë kapur me presh të dorë, janë kapur përgjimet, janë kapur provat, janë kapur dokumentat që kanë firmosur e kanë quar për dhënje parash, janë të kapur ata. Zoti Islami, ju thatë se Belinda Balluku ka forcën e saj sa i përket aferave korruptive që mund të ketë zhvilluar së bashku me kryeministrin Edi Rama, por nga ana tjetër ka një forcë të jashtme që e ka fuqizuar atë edhe më shumë tani pas goditjes së SPAK-ut, sepse para pak ditësh ajo ishte në Greqi ku takoi edhe kryeministrin Mitsotakis atje. Shiko, ajo në Greqi nuk ka vatur zyrtarisht, ka vatur privatisht. Dhe ka vatur e ka takuar e prorët e shërbimit saj, e shërbimit sekret grek, cilët janë e prorët e saj. Ajo është agente e shërbimit sekret grek e IPI. Dhe kështu që pra të ka vajtur dhe ka marrë udhëzime, dhe ata e kanë siguruar, Mitsotakis e ka siguruar, e ka të nëshketi ke neve të se Edi Rama është jonë, nuk do të bëj gjë ndaj këtej, këto që bëjnë të tërë spionët dhe spionazhet gjithandej. Mirë po, harrojnë që të dy që në loj janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është FBI amerikane, nuk i kalon dot miu në mjekër as Mitsotakit, e as Belindra, e as Belindet. Ajo do vej atje ku duhet. Ata e kanë përcjell Belindën, e kanë përcjell dhe për mendimin tim këtu SPAK-u ka përgjegjësi të jashtëzakonshme që e lejon atë të lëvizë tani dalveja shtetit ajo, e pandehur dhe delja shtetit. Këto janë paradokset e drejtësisë shqiptare. Këto janë trupet e drejtësisë shqiptare. Këto janë palaçollëqet e drejtësisë shqiptare dhe janë palaçollëqet të SPAK-ut. Po e them shqip SPAK-ut, ta dëgjojnë ata. Derisa o e ketë pandehur zotëri, o e ketë i lirë. Populli thot, po e the mbaje, po e bëre di vetë. Pra, ata, të lutem, ata duhet të zbatojnë ligjin. Pse vinë me i vallak kësaj zonjës? Çfarë është kjo? Çfarë qëndron pas kësaj? Pas kësaj qëndron qeveria greke dhe qeveria Palloshit dhe autoriteti Palloshit. Mirë po, Palloshi nuk ka nga shpëton tani. Dhe Palloshi ka dërguar atë në Greqi, po mendoj që me 99% e ka dërguar për të bërë në një marrëveshje të mundshme për strehim politik në Greqi. Po si mendoni, pse SPAK-u është kaq i but me Belinda Balluku ndërkohë që dënoi me 10 muaj burg ish zëvendës ministren e brendshme Rovena Voda për një ark me peshk? Po, Rovena s'kishte mbështetjen e Mitsotakit.
Kjo ka mbështetjen e Mitsotakit. Zotëri, është Mitsotaki që komandon qeverinë shqiptare. Ne dim ato, e kemi thënë dhe themi dhe do ta themi. Palloshi komandohet nga Athina. Palloshi merr urdhra nga Athina, merr dhe nga Beogradi, për sa i përket tregut dhe tregtisë dhe importeve e eksporteve në Shqipëri. Por urdhrat politike i merr nga Athina dhe është Athina që vendos. Jo më larg se mbrëm, duhet ta denoncoj këtë fakt. Ndoqja një intervistë të një komentuesi grek, Savas Kalenderidis, i cili as më shumë, as më pak denoncoi dhe dënoi veprimin e Bashkimit Evropian që pranoi që Shqipëria të bëhet kandidate për Bashkimin Evropian. Dhe ka dhënë atë alarmin Greqia për këtë çështje. Pra, kur foli Kalenderidis është nga shovinistët më të mëdhenj që ka shtypi grek. Se unë e njoh sot e 30 vjet në media. Dhe foli mbasi vajti Belinda Balluku atje dhe u kthye. Tani që u kthye, tani thotë ai që shiko keni kujdes se këtu keni kaluar vizën e kuqe. Pra nuk janë rastësisht gjërat. Janë të lidhura, janë të sinkronizuara me median dhe me qeverinë greke. Prandaj ka vajtur atje ajo. Vajtja e saj në Greqi është një tradhti që i bëhet popullit shqiptar dhe drejtësisë shqiptare dhe është një paaftësi ose tradhti e spaku që e lejon ve atje. Unë u vë gjërave emrin që kanë. Si mendoni, cili do të jetë hapi i radhës i Spakut ndaj Belinda Ballukut teksa gjërat po fillojnë të komplikohen, siç po thoni dhe ju? Varet si do reagojnë amerikanët. Janë ata që në fund në këtë rast, në këtë situatë janë ata që janë thirrur në lojë dhe janë ata që janë thirrur për të vendosur për të marrë masa për të zgjidhur problemin shqiptar, sepse shumë po zgjatet, shumë po tallen me neve, shumë po na në përkëmbin, po domethënë tamam tallen. Dhe tani kërkohet me çdo kusht, me çdo mjet sa më parë që të mundur ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërhyrja e FBI-s amerikane. FBI-a shqiptare, domethënë BKH-ja, duhet urgjentisht të marrë masat që ajo të arrestohet të shkojnë burg. Pastaj atje flet mirë ajo, do citeroj. Zoti Islami, me çfarë qeverie kemi të bëjmë në këtë rast, e cila kur bën tenderat publik, por edhe punët publike, as i intereson për çështjen e cilësisë apo sigurisë, në këtë rast të tunelit të Llogaras, që është vënë në dukje nga inxhinieri grek, duke thënë se tuneli nuk është thjesht një vrim, por është tunel dhe do duhet të sigurohet sa më mirë aspekti i punimeve në mënyrë që mos paraqes rrezik. Në këtë rast, ju si e shikoni, çfarë është kjo papërgjegjshmëri që përveç aferës korruptive, kemi të bëjmë edhe me aspektin që nuk interesohen për sigurinë e qytetarëve? Një qeveri antikombëtare, një qeveri kuishlinge, një qeveri në duart të tjerëve, një qeveri që s'ka lidhje fare me ata që kanë votuar, po fatkeqësia nuk është aty. Tani të lutem, do më lejosh një çik të zgjeroj këtë çështje sepse është çështje themelore. Nuk ka faj Palloshi, nuk ka faj ajo lubia e madhe, nuk ka faj qeveria. Fajin e kanë qytetarët shqiptarë që nuk kanë hapur sytë dhe nuk shohin për kë votojnë. Fajin e kanë qytetarët shqiptarë që vezë delet edhe votojnë atje, pavarësisht se e shikojnë dhe po u dalin për ditë fakte dhe prova në media, në publik, që kjo është një qeveri anti-shqiptare, që është një qeveri kuishlinge, që është një qeveri që komandohet nga të huaj nga armiqtë tanë shekullor, për të cilët kjo qeveri dhe kjo klasë politike s'ka thënë asnjëherë që na kanë luftuar, s'ka thënë asnjëherë që kanë organizuar agresione drejt popullit shqiptar, s'ka thënë asnjëherë që janë armiq të betuar të popullit tonë, s'ka thënë asnjëherë që kisha greke është armikja më e madhe që ka sot për sot Shqipëria, jo qytetarët grek, se unë do t'i ndaj si që kam dalë gjithmonë. Qytetarët e thjesht grek, ata që dalin për ditë në protesta se u kanë caktuar një pension 300 euro, dhe ata 300 euro kanë qesharakat pension për nivelin e Kosovës që kanë, ose në etesët që kanë në Greqi. Pra, ne kemi një popull të vdekur e të pambuluar. Dhe në këtë drejtim, unë tani do shpërtheshu si që kam në shtëpi, që këti populli mirja bëjnë,
pak e ka, mund të ta zvarrisin, mund të ti presin dhe ujt, si që presin, ti presin dhe dritat, ti presin dhe bukën, ti presin dhe lekët, të tëra t'ja presin, sepse vetë i vërë në krye ky popull këta njerëz. Si nuk ndërgjegjësohen, si nuk grupohen shqiptarët bashkë, dhe të shikojnë të thonë rëpë modele, ku po vemi, ku në qojnë këta neve. Ta janë bërë si muhipte të qesa, apo si ata jezuitët e kohës turqizatave, e kanë bërë partin Perëndi, e kanë bërë palloshin që rof palloshi thonë. Pra pak u pën ky palloshi këtyre.